Çka do që, më thonë, shtohet jashtë asoj që duhet organizmi të shkryesisht brumi në mas të madhe. Po e kaloj pak edhe te kona e majt, zonja Hudute, zotri Bastri e tha që tashmë më shumë ndoshta bëhet për shkak të trendit edhe për shkak të bullizmit që mundet me u bo nëse nuk ka gjeron një person tjetër, se sa për shkak të besimit. E mu një shembull që shumë njerëz ndoshta para Ramazanit edhe pas Ramazanit përdorin alkool, i kanë disa shprehi jo të mira, ndërsa gjatë Ramazanit rikthehen aspektin. Kjo është një këndvështrim i mirë që ka vërejtë zotri Basriu, përpo nga aspekti i edukimit fetar, prap ai ka mendimin e vetë që ka domethënie, do ta elaborojmë më vonë. Mirë po shkoj te pyetja juaj që thatë agjërimi a është besim apo trend? Janë të dyjat. Janë trend nga aspekti fizik, për ata që nuk e kanë ku me diçka me rëndësi, ngritjen shpirtërore, zhvillimin e vetë personal. Është trend. Ndërka që është bindje për ata që dëshirojnë brenda një muaj Ramazan të krijojnë veti edukative në veten e vetë, prandaj nga ta merr të dyjat janë të mira. Madje janë shumë të dobishme. Por që tha zotri Basriu, nëse ti ta ditën agjeron edhe në mbrëmje mbush barkun, neve kemi shumë këshilla profetike që thot ena më e keqe është barku. Jo vetëm gjatë muajit Ramazan. Nëse shkoni nga aspekti i traditës në Prizren, iftari nuk shtrohet me mish e me gjana ushqimore, po vetëm ka sallata, ka pitajka, ka elbasan tav, elbasan tava ka vetëm vez kos, që ti sa do të hanë elbasan tav, nuk ngopësh, e kështu me radhë. Prandaj, ne përveç asaj mënyrës që përmes agjerimit arrim të krijojmë, se ka filozofi të madhe agjerimi, krijojmë empati. Prandaj, empati është që unë të ndi dhimbjen tënde. Empatin e ka pas mas shumë ti të zhvilluar profeti Muhammed. Paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij. Prandaj ka pas sukses në rindërtimin e një shoqërie të shturur në atë kohë para 14 shekujve. Empati, krijojmë na deshtëm, zdeshtëm, jemi tamaqar, s'jemi tamaqar, kur mbetemi pa ujë, pa ushqim, na japim ma shumë gjatë muajit Ramazan. Pse? E shohim çka do me thënë mos me pas. E dyta, krijojmë sinqeritet. Kjo është ngritje shpirtërore, kjo është zhvillim personal. Më falë shëndrit se kam kështu për qefi si djalin tem. Edhe kërkoj falje. E dyta, sinqeriteti. Sinqeriteti të gjitha adhurimet tjera i bën, e shohin njerëzit jep sadaka, fal namaz, shkon haxh, shkon numre, fotografosh. Jo, këtu e ki sinqeritetin. Tak, vetëm ti edhe Zoti. Kjo është tepër e mirë, e krijon sinqeritetin, po pastaj mundoju me vazhdu. E treta është shumë e rëndësi, shprehit. Shprehit, për mu, Ramazani qaq mirë ma rregullon gjumin, në realitet qaq shumë lodhëm gjatë Ramazanit, sepse ta natën jo angazhimet e natës, jo ato, në ditën flej ndoshta deri 11, kur kalon Ramazani thom, o Zot sa mirë, tash nata dita ditë. Do më thënë, këtu krijon ndryshimin e shprehive. Ki shprehi që çdo një orë me shku në frigorifer, me ha frigoriferin, nuk mundesh. Nuk mundesh. Kjo është shumë e rëndësishme. Po mundesh, po prap nuk mundesh, sepse mundesh. Po nashta mundesh me ha. Ti mundesh, po nashta edhe nuk mundesh. Po, që shka thonë e shgesja, veti. Okej. Dhe e katërta që të zhvillon është nënshtrimi. E sheti para sofrës, para iftarit, është këshill profetike, thot, para iftarit, çdo kush që lutet para sofrës, Zoti nuk ja refuzon lutjen. Zoti nuk ta refuzon lutjen. Kjo është mrekulli që na 11 muaj tjerë lutemi Zotit, po këtu, prandaj, në muajin Ramazan nuk bëjmë vetëm ndryshime fizike shëndetësore, ato po se po, por edhe smuremi.
por nëse të ka ndodhë një sëmundje e vogël, ose vjedhja, ose gjana tjera, sepse përmes vjedhjes neve na sinjalizon që 80 lloje të sëmundjeve kinë stomak, kinë brenda në tru. Kështu që edhe kjo në nështrimi, i nënshtrohesh, e ki ushimin gjitha, po ti nuk e bin, pret, lidhesh me Zotin, o Zot, në emër tënd agjirova, në emër tënd po e ha këtë ushim, të lutem o Zot, të falenderoj ty, falmi mëkatet e mia. Pra, muaj Ramazan bën ndryshime, po për fat të keq, këto ndryshime të dikush prap nuk vazhdojnë atë tempon. Për shembull, në mëngjes e merr kafën, e merr cigaren, 2 helme, i merr me mëngjes, e valla këtu. Ndërkaq, sa i përket ushimit, vërtet muslimanët ma shumë harxojnë, mirë po kjo nuk ka prej feje, zotri Basri. Shumë mire keni vrejt. Ambisoni unë për veti, kom shku një ditë para iftarit në market madh, u desh një